që ka një emër i cili është konsensual pa tjetër që tërhiqet edhe ne, unë prapë them, sigurisht që Glauk Konjufca tërhiqet, por pyetja ime është tërhiqet për kë? Për cilin emër? Prit, tani... Që është pyetja ime? Se emra s'ka, emra kështu vetëm spekulativ. Nëse një gjë tillë e bën lëvizja vetëvendosje, nëse i tërheq edhe zyrtarisht, që po e paralajmëron, ja ku e kemi zonën këtu, po e kemi parë deklaratën e zotit Konjufca. Jeni të gatshëm ju ti bashkangjiteni tryezës për ta gjetur atë emër konsensual. As se bën e as i besohet. I ka pas krejt mundësit e botës dhe trajektorën. Ti dush me pas një partner kredibil për me bashkëpunu. Ti nuk mundesh me besu një partneri që për gjatë viteve ka ndru qëndrime edhe muajin e fundit i ka ndru disa herë qëndrimet. Kështu që absolutisht e kemi te kalua atë fazë, na jemi në gjendje me shku në zgjedhje, nëse me dëshira apo me nëse kryeministri i vendit nuk gjen zgjidhje tjetër, ka mundësi të tjera përveç Partisë Demokratike me zgjedh presidentin, edhe pse është shumë në disfavor të vendit që edhe sidomos në disfavor të demokracisë që të gjitha pushtetet me u koncentru në një parti. Domethënë domin që ja ka bëu, jo veç vendit, se mos flasim për mungesën e performancës se kemi kohë në emision me diskutu këto tjerat. Mirë po, domin që ja ka bëu demokracisë të shtru narrativa të përqarjes për gjatë kohës që ka qenë pushtet. Edhe domin që ja ka bëu demokracisë të provu mi kontrollu këtë institucionet, veç është përkecu ditëve të fundit, ku e kemi pa